Raporti I vetëvendosjes me familjen e Vollit, tash edhe me blerimin edhe me shkëlqimin, ka qenë, them kështu, me ngritje dhe rënje. Pra lëvizja vetëvendosjes qysh ka tregu disa herë dhe Florin Krasniqi. Për një kohë gjatë ka marrë edhe fonde nga Devolt, nga familja Devolt, është pyetën Devolt, nuk e di unë se unë s'kam qenë atë takim, s'dia ka qenë blerimi, shkëlqimi a dy të bashkë, për fushat. Domethënë, edhe këta ka dëshmuar Florin Krasniqi me çka qenë aty ka qenë Albin Kurti, ka pas takime me ta. Unë sa kam qenë deputet I vetëvendosjes, kam pas një takim me shkëlqim Devollit. Dhe kjo ka qenë koha kur na e patëm bënë një komision hetimor për privatizimin e fabrikës së amortizatorëve. Në atë kohë, kam pas takim me kërkesë të zotit Devolli për me diskutu se çka po dojmë me bëjmë atë komision dhe cili është qëndrimi jonë. Edhe aty kom thonë që na nuk kemi problem me procesin e privatizimit si tillë, as nuk kemi problem unë personalisht me ty. Unë kam problem me procedurat e ndjekura, të cilat mu atëherë, sipas informatave, më dukshin që kam pas shumë shkelje. Domethënë informata që kisha dhe prandaj kemi ngritur komisionin hetimor. Na dojmë me hetu këtë proces privatizimit dhe në fund nëse ka qenë procesi privatizimit me të meta, atëherë natyrisht që përgjegjësinë e jep Agjencia Kosovare e Privatizimit e jo Blersi, kështu ka qenë qëndrimi jonë. Më kujtohet që kom pas edhe fjalime parafërsisht rreth asaj kohe në kuvendit, ato besoj që mund gjenden edhe në YouTube, sa kam qenë kryetari I grupit parlamentar, në të cilën në mënyrë specifike kom thënë disa herë. Problemet që na I kemi me disa prej bizneseve të pronësuara nga qoftë Blerin Devolli ose shkëlqimi Devolli, është lloji I biznesit me cilin na nuk pajtohemi, jo me prodhimin, jo me biznesin në përgjithësi. Pra mundu me bë këtë ndarje, nuk kemi problem me prodhimin e qumsh, nuk kemi problem me fabrikat prodhuese. Kemi problem, për shembull, kemi pas problem me Z-Mobile, për arsye që neve na duket atëherë se po e dëmton Telekomin e Kosovës. Kjo ka qenë. Domethënë çfarë do të thonë është që problemi atëherë I vetëvendosjes, spaku jo nga këndvështrimi, nuk ka qenë personal dhe I personalizuar. A ka marrë parë vetëvendosje nga familja Devolli? Po, ka marrë. Ka marrë parë? Po. Pra parë ka marrë? Si për fushat, se dim fushat. Ato është. Po, aso kohë se kishin problem 2010 kur kanë qenë zgjedhjet, pastaj edhe në këto periudha të tjera, po them unë nuk kam qenë asnjëherë pa aty takime, kështu nuk I di detajet, po I di që ka marrë parë. Ka folur zoti Krasniqi. Florin Krasniqi ka qenë aty. Ky ka qenë një prej, si më thon, kështu ndërmjetësuesve të takimit të. Po, domethënë edhe ky afarist nga Peja dhe pastaj po edhe Albini ka qenë aty. Takimet për këto gjëra ka qenë edhe Albin Kurti aty. Por pastaj kjo ka filluar me si marrëdhënie ka fillu në publik s'paku me u shfaq si marrëdhënie shumë problematike, veçanërisht prej kohës kur kemi dalë na. Se në kohën kur pak para se me dalën edhe pastaj kjo ka vazhduar, që është shndruar në një lloj kështu personalizimi të luftës, pra ku Albin Kurti ka përdor emrin e Devollve. Pra ai don një figurën për me anvesh të keqen e ekonomisë së Kosovës. Domethënë kur flet për siç folke për shembull, kur flet për degradimin politik të Kosovës, është Hashim Thaçi, kur flet për degradimin ekonomik të Kosovës, I ka këta oligarkët që I quajnë Devolt.